Fjalimi nervoz i Edi Ramës në parlament për të mbuluar mungesën e tij në firmosjen e bordit të paqes nuk ishte gjë tjetër veç se një shërbim i dëshpëruar. Synimi i kryeministrit më shumë se sa për të treguar se nuk është i izoluar nga SBA-ti ishte për të shantazhuar SPAK-un. Për t'i thënë se të mos guxojë të vazhdojë hetimin ndaj tij sepse ai do të shkojë në shtëpinë e bardhë dhe se është i afërt me familjen Trump. Në të vërtetë ardhja e Ivanka Trump në Vlorë dhe në zyrën e tij në kryeministri mund të konsiderohet një zhvillim pozitiv për çdo drejtues të një shteti të vogël si Shqipëria. Është e rëndësishme pasi Ivanka nuk përfaqëson thjesht një familjare, por një figurë të lidhur drejt për drejt me presidentin amerikan. Por pikërisht këtu qëndron thelbi i çështjes. Me këtë vizitë Edi Rama duhej të ishte i kënaqur. Zakonisht kur ai është i kënaqur, shfaqet i qetë, ironik dhe flet pak. Këtë herë ndodhi e kundërta. Në kuvend ishte i tërbuar, fliste me vështirësi edhe pse fjalimin e kishte të shkruar gulçonte dhe mezi e mbante veten, duke i qartë një pezmatim i thellë apo më shumë një ankth. Dy hipoteza të shkojnë ndërmend, ose ai ka përcjell Ivankës një mesazh negocimi ashtu siç babai i tij bëri me Maduron përpara rrëmbimit të tij, ose përkundrazi ka marrë një mesazh se nuk mund të vazhdojë më sepse aferat e tij janë të njohura. Atmosfera në mazhorancë nuk është e qetë, edhe pse propaganda po përpiqet ta mbajë situatën si një marrëdhënie të shkëlqyer mes Edi Ramës dhe Donald Trumpit. Rama mund të shkonte në Davos, gjë që u konfirmua edhe nga presidentja e Kosovës Vjosa Osmani, e cila deklaroi se Edi Rama kishte ftesë zyrtare, por ai nuk shkoi. Pse? Këtu qëndron gjithë çështja. Edi Rama nuk ka lëvizur në perëndim që prej vizitës në Paris, ku mori pjesë në përurimin e katedrales së Notre Dame. Aty sipas informacioneve ai u bllokua që të takonte Donald Trumpin. Madje qarkullojnë zëra se Rama mund të anullojë edhe vizitën në Izrael të planifikuar për të hënën, ku ishte ftuar të fliste në Knesset dhe të takonte Benjamin Netanyahu.